Alba Story prezanton. Përshëndetje. Jam një grua 56 vjeçe dhe kur I kthehem pas jetës sime, me duket sikur disa njerëz nuk largohen kurrë vërtet nga rruga jote, edhe kur mendon se I ke lënë mbrapa përfundimisht. Një prej tyre është ai, komshiu im, I cili është 63 vjeçar. Ai është një burr që e kam njohur qysh herët, shumë më herët, e para se të bëhesha grua, e para se të martohesha, e para se të kuptoja çfarë është fati. Ai ishte nga një fshat tjetër ngjitur me tonin, dhe në atë kohë fshatrat ishin si lagje të mëdha. Të gjithë e njihnin njëri tjetrin, e njihnin me emër, me mbiemër e me fes. Kur ai ishte rreth të 30-tave dhe unë 23 vjeçe, me nisën fjalë që kishte dërguar mbleserit për mua. Nuk ishte burr I keq, as I paditur, ishte punëtor, e I rregullt, por unë nuk e desha. Jo se nuk ishte I mirë, por sepse zemra ime atëherë shikonte tjetër anë, dhe I thash jo. Me vonë mesova se ati I kisha mbetur me rak, jo nga inati, por nga që thoshte se unë pas kam qenë shumë e bukur. Dhe këtë fjalë e kam dëgjuar edhe pas shumë vitesh. Edhe sot e dëgjoj her pas here me shaka. Jeta vazhdoi. Ai u martua me një vajzë tjetër, e unë u martova me një tjetër djalë. Secili mori rrugën e vet, dhe mendova se këtu mbyllej gjithçka. Por fati qenë ka si rrugët e fshatit, që kthehen prap aty ku se pret. U martova pikërisht në fshatin e tij, dhe jo vetëm kaq, por shtëpit tona dolën pothuajse ngjitur o borët përballë. Dritaret që shiheshin shtëpia me shtëpi, e një komshi që se kisha menduar kurrë, edhe pse ai punonte mekanik, e kishte garazhin në obor shumë pranë oborrit tim. Gjithë ditën kishte zhurmë, çekiç, makina, hekura, ndërsa unë, nga ana tjetër e oborrit, vazhdoja punët e mia. Dhe sa herë e shihja, me hipte nervi. Jo për atë që kishte qenë dikur, por për zhurmën që nuk pushonte e s'na linte rehat në shtëpi. I thosha shpesh, mo tani, je bërë gjysh 63 vjeç, dil në pension se na çmende me këto makina të vjetra. Ai qeshte dhe ma kthente me shaka, e me thoshte, fatmirësisht je në shtëpi tjetër, se po të me kishe marrë mua për burr, do ishe me afër zhurmës, e do të duhej ta duroje. Fjalë komshinsh, I kishte pa të keq e pa hije, por një gjë me nervozonte gjithmonë. Me nervozonte shikimi I tij. Jo se kishte diçka të keqe, e as që ishte shikimi keq, por ishte shikimi gjatë, e shumë I heshtur. Sikur me njihte me mirë se çdo kush, dhe unë e kisha inat për këtë. Një ditë ndodhi diçka e vogël, por që ndryshoi mënyrën si e shihja. Baba im kishte qenë mekanik, dhe unë, kur isha e pamartuar, kur banoja tek prindërit, I kisha qëndruar pranë shumë shpesh. E njihja paka shumë zanatin. Kam punuar me vitet e tëra në garazhin e babait tim, dhe kam ndrequr edhe unë veturat e ndryshme.
E dija si punohej makina. E dija edhe si të lyeja. E dija punën shumë mirë, prandaj një ditë me erdhi ndërmend të bëja shaka me komshiun tim. Siç ju thash, i thash me shaka komshiut: hajde se do të vi të ndihmoj e të shohim a di ende ndonjë gjë nga kjo punë. Komshiu me pa i habitur, sepse mendonte që më të vërtet nuk dija të ndresja makina. Ai duke qeshur më tha: hajde e provoje. Dhe shkova e hyra në garazh dhe pash shumë vegla të reja e mashineri të ndryshme. E kuptoja nga po vinte ajo zhurmë që më kishte bezdisur për vite të tëra në oborrin tim. Por, duke ndenjur aty në garazh pas shumë vitesh, mu kujtua edhe babai, dhe sikur koha u ndal apo mu kthye mbrapa. Tashmë papritur mu duk ndryshe. Ishte punë fisnike e ishte jetë. Kishte mund, por doja të provoja veten. Punuam bashk pa shumë fjalë. Ai me tregonte çfarë të bëja e unë e kuptoja me njëherë. Dhe ai u çudit. Tha, pas kemi qenë një ekip i mirë. Ditët kaluan e unë her pas here shkoja të ndihmoja. Dhe pa e kuptuar, inati im u zbut. Nuk e shihja më si komshi që bën zhurmë, por si një burr fisnik që punonte me djerës të ballit. Ndërsa një ditë, teksa po mbyllnim garazhin, i thash diçka që më doli vet nga zemra. I thash, po të kisha ardhur në këtë shtëpi shumë vite më parë, ndoshta do kishim punuar bashk e do kishim ndërtuar një garazh shumë të madh, ndoshta më të madhin në vendin tonë. Komshiu uli kokën dhe po mendonte, por nuk foli, vetëm me pa një herë e pastaj përsëri shikonte çizmet e tia të bëra të gjitha vaj. Unë në atë çast ju ofrova dhe e putha në faqe jo si diçka tjetër, por për respekt, si mbyllje e një rrethi që kishte mbetur hapur 30 vjet. Pastaj vazhdova punën. Mora çekiçin e tij e fillova të drejtoja hekurin e vjetër që ishte ndryshkur. Fillova të drejtoja me kujdes në fillim. Goditjet ishin të lehta vetëm sa për ta ndjerë materialin, e më pas ritmi u bë më i shpejt. Ndërsa ai më shikonte i habitur nga mënyrja se si e njihja këtë punë dhe nga siguria që kisha në duar. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.